Cilat profesione Blenda munden me realizu punën online? Normalisht profesionet që e prin listën janë profesionet të cilat lidhen me teknologjinë, me kreativitetin, me marketingun, sanet që lidhen me biznesin, për shembull business consulting, virtual assistant, project management, programera, dizajnera, social media managers, SEOs, PPC managers, virtual assistants për mana, për e-commerce specialists, accountants, do të thonë kontabilistat, financiarët. Shumë. Për shumicën e profesioneve, bile dhe juristat, veç që unë shpesh e tham, profesionet që ti e ki, ti veç dush me ditë me shiku qysh me ofru në tregun online punës. Qysh me arrit me ofru qatë shkasi që ti e ki, po në kodër kornizave dhe kërkesave online. Do të thonë nuk ka diçka specifike ose një kod të shkruan i cili tregon, po ti vetë dush me gjetë rrugën. Pikërisht. Po që kjo është edhe çka na e ofrojna. Do të thonë ti nuk je tu ditë kamionist, nuk je tu ditë çfarë profesioni më kyç, edhe më thua hey Blend, unë e di me bë ç't profesione kam kry, po s'jam tu ditë çka më ofro online. Edhe unë ta jap çat ozem dhe çat rrugë. Do të thonë paga shumë ti çelë dyrt ashtu në sensin figurativ, që hey, që top ti po dukesh që je goxha e mirë dhe i fortë, edhe çtu ti mundesh me depërtu në tregun online punës. Blenda, kur ti po fol, mu po më pëlqen shumë, do më thonë që kjo dinamika që ndodhë në punën e ju në përditshmëri, si njerëz që punoni online, edhe që nuk e keni një shef, edhe që nuk e keni një orar të punës, po dyqysh tash në aspektin tim profesional, më thonë aspektin psikologjik, pavarësisht unë e kam edhe podcastin, po podcasti është një natyrë pak ma ndryshe, nuk është natyrë për mu të paktën ngarkesë, si realizim. Po puna që e bëj me klient, do më thonë, kur unë tash në këtë rast dëgjoj, unë e filloj edhe mendoj, thom, a ja vlen, mu marrë, do më thonë, me njerëz, të gjithë punojnë, angazhohen, në fund vinë të ne, do më thonë, një farmur me që ato ngarkesa që i marrin, qoftë për Upwork, qoftë ku do në përfaqe, që nuk arrin me i realizu, duhet me ardhë, edhe unë automatikisht për mendoj, a ja vlen, do më thonë, me qenë, në qëtë profesionin si psikologë që jem tash. Qa mendon ti për çto? Psikologjia është goxha e nevojshme në jetën e gjithë secilit. Edhe gjithë qysh e ki nevojë për një mentor me të udhëzu qysh me depërtu dhe më kyç si freelancer, ki nevojë edhe për dikon që me ta shuqa stresin që e merr të punu si freelancer. Jo në atë, ju punoni fitoni në arrim, na ju presim. Tash, unë në sen që e besoj shumë që nuk ka më barriera. Teknologjia ka fshu për një me gjithë barrierë që na e mundesh me paramendu. Tash dhe ti si psikologa, nashta si e limitu me gjithë qysh në Kosovë. Ti mundesh me shiku, me ofru shërbimet tua si psikologa, po për tregun ndërkombëtar. Ajte po supozona që apo ti po e din mirë gjermanishën, po don më kysh në tregun gjerman. Tash janë në profesione ndryshme ti dush me shiku edhe politika, që shënësa, legjislacionet e tjera, po mundesh me gjetë rrugë edhe në qatë formë. Për çfarë po them, a ja vlen gjithçysh. Po.